A e dini se çfarë janë kristalet? Kristalet janë materiale të ngurta. Ionet, atomet, molekulat e të cilave janë vendosur në një mënyrë shumë të organizuar, pak a shumë si mandalat, dhe kjo strukturë unike ju jep atyre vetit fizike, por edhe benefitet shpirtërore. Si përdoren kristalet? Duhet patur parasysh që kristali do thërret ty dhe jo ti kristalin. Pra në momentin që ju ndjeni një tërheqje ndaj një lloji kristali specifik, do të thotë që ky lloj kristali dëshiron të jetë guida juaj për fazën në të cilën ndodheni në jetën tuaj. Kjo do të thotë që mund të keni një bllokim energjetik, një problem emocional, apo thjesht një nevojë për përkrahje që do ta gjeni shumë mirë nga kristali juaj. Në momentin që ju e kaloni këtë fazë dhe e blini kristalin tuaj, tani është faza më kritike. Ju duhet të fitoni besimin e kristalit. Po e them në këtë mënyrë sepse kristali është një qenie dhe ju duhet ta trajtoni si të tillë. Duhet ta trajtoni si mikun tuaj më të mirë. Ti vendosni një emër, ta mbani pranë, ta pastroni, ta karikoni dhe madje do të ishte shumë mirë nëse ju do t'i vendosnit një synim, ta karikonit me synimin tuaj, qoftë manifestim apo çfarë do lloj gjëje që ju dëshironi, sepse kështu është më e qartë për kristalin se si mund t'ju ndihmoj. Imagjinoj si një njeri i cili nëse nuk ja thua qartësisht atë që ti po kërkon, ai do të konfuzohet dhe nuk do të di se si të ndihmoj. Pra e mira është që ju të jeni sa më të qartë, konciz dhe sa më të dashur me kristalin tuaj. Po çfarë ndodh më tej? Në momentin që kristali e kryen misionin e tij, ai mund të plasaritet gjatë rrugëtimit, që do të thotë që ai po punon me ju, por mund të vijë një moment që edhe mund të thyet nëse misioni i tij ka përfunduar. Në këtë fazë, rekomandohet që ju të mund ta ktheni kristalin përsëri në tokë, ose mua më pëlqen edhe kjo e dyta që mund ta lini dhe diku, por që mos ta përdorni shumë, duke qenë se mund ta mendoni sikur ai është në pension dhe nuk dëshiron të jetë shumë i ngarkuar në këtë fazë të jetës, por gjithsesi mund ta përshëndesni her pas here dhe mund ta mbani sërish diku në një cep të shtëpisë tuaj. Kjo pra ishte një rezume e përgjithshme me pikat më kryesore që unë kam menduar të përgatis në lidhje me kristalet. Faleminderit.